e marrëm atë fleshin për pikturave. E besoj që edhe poezia, edhe gitara, edhe piano, këto janë, domethënë, çdo art që jep fuqi mjekut këtë profesion që përveç o profesion i vështirë. Edhe veç realisht na e marrëm edhe pe marrëm me sportivitet, po në perëndim për shembull tash e kanë bërë që suedez bile më duket edhe pushimin tash pe japin ku dush me shkue, domethënë mjekut i paguhet komplet. Edhe në kuadër të PTSD-s bile kanë atë 9 muaj të beneficiume, si quhet stazhi, se është profesion realisht shumë i vështirë, po na këtu jena realisht pasi kena zgjedhë këtë profesion, jena për me bo ma të mirën tonë të mundshme, po edhe studentave dhe mjekëve të ri, dhe mjekëve të reja, dhe profesionistëve tjerë shëndetësor, ju shë thonë që për pas lëmis shëndetësis më marrë edhe me një pjesë të artit. Ajo është që ku shpirti i flenë.